Klasat e 11 të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë në Bisefa prezantuan projektin Unë jam myzeqar para nxënësve, prindërve, mësuesve dhe drejtorisë së shkollës. Në projekt u përfshin pothuajse të gjitha lëndët mësimore që nxënësit i kanë ndërthurur me anë të veçanta të jetës së myzeqes dhe myzeqarëve, si gjeografia, historia, biologjia e të tjera. Unë jam myzeqar nuk është thjesht një titull, është një ndjesi që secili për nesh mban në zemër kur përmend emrin nga ku vjen. Ky projekt është një udhëtim përmes artit, kulturës, traditave dhe historisë së myzeqes, të treguar nga ne, të rinj që jemi pjesë e saj. Fusha më e madhe e rajonit perëndimor të krejtë Shqipërisë me një sipërfaqe për 1350 km². Ajo shtrihet që nga lumi Shkumbi në veri edhe deri në fshatin Novosel pranë Florës me jug. Në pjesën perëndimore të këtij fshati ndodhet Bregdeti i ulët i Adriatikut, ndërsa në pjesën lindore ndodhen kodrat e Tarsis, Kuçollës dhe Mallakastrës, të cilat janë afër në Florë. Pashezela është një nga ikonë më të mëdha të muzikës shqiptare. Ajo ka lindur më 7 prill 1989 dhe u bë e njohur gjatë viteve 60, si një këngëtar me zë të ngrohtë, të fuqishëm dhe shumë emocional. Veshjet popullore myzeqare, gatimet tradicionale të zonës së myzeqes, produktet buqësore, pasqyruan traditat dhe burimin kryesor të ardhurave të myzeqarëve, që ishte dhe është buqësia. Në këtë projekt kemi vendosur të sillim në vëmendje një pjesë e rëndësishme të trashëgimisë sonë kulturore, kostumin popullor të grave të zonës së myzeqes, të krijuar nga ne, me duart tona që nga hapat e parë. Ky kostum është dizenjuar për shekuj dhe që nisur nga ne, duke bazuar në modelet dhe elementet karakteristik të kostumeve popullor të grave myzeqare. Për çdo zonë kishte karakteristikat e saj. Për çdo pjesë të tij, kemi bërë një lëvizim të kujdesshëm për të kuptuar ngjyrat, motivet dhe mënyrën se si ndërtohej veshja dikur. E më pas, kemi përsëritur materialet të shëndetësisë për të bërë këtë kostum sa më autentik dhe personal. Tashmë do ju prezantoj disa sende me vlerë që janë gjetur në zonën e myzeqes. Mund të përmendim të spijet e gjyqërve, kemi mullirin e kafes të madhin dhe të voglin, kemi disa dybi, ndërsa për pjesën e servirjes kemi një tabakar, një gotë dhe një gjeze për të përgatitur kafen. Gjithashtu gjyqërit tanë përdorin edhe një lull. Drejtuesja e projektit, mësuesja Elvana Trungu, falenderoi nxënësit për përkushtimin dhe bashkëpunimin në këtë projekt shumë interesant. Pata skuadrën më fantastike që realizuan me sukses të projekt. Gjithashtu falenderoj të gjithë kolegët për mbështetjen, falenderoj të drejtorinë që na dha hapësirën për të realizuar këtë projekt që nuk tregon vetëm se çfarë dim të bëjmë, por tregon se kush jemi.